Në qarkun Vlorë, sekti Rama ka monumentet më të mëdha të korupcionit. Vlora është një nga portet më të sigur dhe të mëdhenj të Mesdheut dhe ky port mund t'jap fuqi të pallogaritshme për shtetin dhe kombin. Por sot ky port gjendet drejt rënimit midis korupcionit dhe tradhtisë kombëtare. Ne të gjithë e dimë se si porti po shkatrohet, po tentohet, po gënjehet sikur po zhvendoset në triport, por në fakt për punimi i mallrave, çkash oksigjeni i një porti po vdes, po humbet. Denatyrimi i sheshit të Flamurit dhe sheshit përpara Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Skel është një tjetër goditje që Edi Rama u ka dhënë simboleve kombëtare. Tuneli Llogoras në fakt mund të quhet tuneli korupcionit të kësaj keqeverisje, fatura së cilit varion 30 deri në 50 milion euro abuzim, vjedhje e pastër. Tetëset lundruse, një tjetër akt korruptiv, tash e 2 vjet, e cila llogaritet i ketë kushtuar buxhetit të shtetit 175 milion euro. Grabitja e tokave në Bregdet për llogarit të investitorëve të sektit Rama. Burimet ujore po grabiten, uji i Tragjasit dhe i lumit Shushic po merret për t'i shërbyer resorteve luksoze të oligarkëve. Këto projekte ne premtojmë se do t'i anullojmë me njerë porsa të vim në pushtet. Qytetarët në Vlorë vuajnë mungesën e ujit, të energjisë, infrastrukturës dhe shërbimeve minimale. Universiteti i Vlorës po boshatiset, tradita e qytetit po zbehet. Premtimi për 24 orë ujë në ditë, jo vetëm në rrethina dhe në fshatrat rreth Vlorës, por edhe në Vlorë është një mashtrim tjetër elektoral, mashtrim 12 vjeçar i sektit.